me u rregullu ashtu që prind me konë si me jetu bashkë me krejt, e jo me jetu veç me dikon edhe tjertë me i pas veç si vizit. Po gjithsesi nëse kjo ndodh që dikush me qëndru ma gjatë me prind, atëherë edhe nëse merr diçka pak ma shumë prej pasunisë, besoj që është komplet e drejtë. Pasi që sigurisht që nëse ti qëndron me prind, ki me pas përgjegjësi pak ma të madhe, pasi që ki me kanë ma ofertyne, është ndryshe dikush që jeton konstant me prind, edhe është ndryshe dikush që shkon veç i viziton nëse veç ju dërgon pare që u përmend më herët. Është ndryshe kur ti e që aty edhe ki mu përball me gjithçka, na shumë sene e pranojna me i bo me pare se sa me i kry vetë. Domethënë kur vjen puna për të senet rana, gjërë këshyru me e gjetë ato që është në rruga ma e letë, kështu që ka njëherë është shumë ma letë nështë ta veç me dërgu pare se sa me konë që aty prezent edhe me u përball me disa situata caktume. Kështu që mendoj që po është e drejtë për menim temin që ai cili detyrohet në një farë mënyrë me qëndru me prind edhe me marrë diçka pak ma shumë prej pasurisë familjare. Unë e di dhe raste që edhe pse, domethënë prindë